vetëm edhe pyete nga hajet e zëja. A na ke thirrë tu? Po, ju kam thirrë të flisni politikisht. Po ytë draftin unë çamar gjatë ekspertës. Si do flasim neve? E dim neve. Jo më e di unë që ju kam këtu. Ti thuaj ke gabim. Po t'ju pyes. Po ti na leje të flasim se ti s'po na le. Ti tashi do me kap bishtin atë nga bishti muhabetit. Tani Faris, se si do ta kap unë e di unë. Jo, stop herë. Se si di e di unë, sepse mund thosh ti tregosh mos jo ta bëj emisionin. Po të bëj pyetje edhe po të them. Tani unë bëj një pyetje tim kalon një tjetër. Ti do tashi unë ta njoh stilin ty. Ti do tashi ta përqendrosh në një vend që të mos dalë asnjë gjë këtu. Tashi do na leshtin. Po thuajnë çka ato gjërat atë. Ja, po ti them unë. Po më thuaj konkret. E para. Ti dhe gjithkush dhe çdo shqiptar ta di këtu se gjithë këtë katrahur e bën Edi Rama dhe të gjithë këtë reforme ka konceptu siç po e bën Erdogani në Turqi sot, si një grusht shteti kundër opozitës dhe shqiptarëve. Dhe është ai që pasi del nga zyra e kompromisit, shkon te pallati brigadave dhe mban fjalim. E bën pa qira atë fare, kupton ti? Edhe bani fjalim atje me ca qytetar që janë të gjithë antar të PS-s. I jep edhe zotit ambasador. Tani pyetja ime është, e do Rama apo se do fare reformë? Rama do një reform që të akuzoj opozitën. Rama do një reform që të akuzoj gjithë gylenët që ai kanë smundjen e vet. Kush është gyleni jonë? Po, edhe ai ka gylenët e vet dhe prandaj kë kemi gylen këtu. Jo, se ka bërë Shëbaja, fare. Janë mbështetime ato. Shëbaja mbështet reformën. Për reformën mbreti reformës është Venecia. Zoj, e nderuar zonjush. Është Venecia, ambasadori amerikan dhe Tama vjen keq. Ne duhet të kuptojmë këtë. Ne duhet sa do thot nga ato ai dhe pas asaj do thot edhe gjëra tjera. Më të mira për kush ambasadori amerikan? Për ty, kush është Donald Trump? Donald Trump është ambasadori i nderuar i Shteteve Bashkuara të Amerikës që është në të detyrës. Pa dyshim që ka vlerë. A flet me zërin e SBA-s? Tani, hetusi mos bëti se flet me zërin e SBA-s. Ama hoqe mua drejtën, dhe drejtohet. A flet me zërin e SBA-s? Dhe zërin e SBA-s flet zonja Nuland dhe zëvendës sekretari i shtetit për drejtësi. I cili zonjush, i cili Zoja Nuland dhe zëvendës sekretari i shtetit për drejtësi thot konsensus dhe mbrojtja e sovranitetit. Dhe ndryshojnë shumë nga ato që thuhen këtu. Fjalën sovranitet dhe konsensus. Pra po thua që Luja nuk ka të njëjtin qëndrim me sekretaren Nuland. Ndihmë sekretaren. Ore nga Lulxhi Basha shgjihet dhe unë 3 herë vite pastaj pajtohem prapë. Ore kush doli aty nga ambasada amerikane? Po nuk janë gjata se gjumë politike. A tha Alvizu Saliut burr shteti. Mas një viti filloi ta shatë. Ndroi mendje. Ato janë punë të përditshme. Tani unë po të them këtë gjë. Në qoftë se ne nuk do të kuptojmë që me reformën Edi Rama do të mbuloj gjithë katrahurën 3 vjeçare kriminale prej shkatrimtari të këtij vendi në ekonomi, në fushat e drogës, në fushat e krimit, Farin vjen keq. Të gjitha këto nëse reforma është Edi Ramës, dhe opozita mos ta votoj. Nëse reforma është Edi Ramës, duhet ta votoj opozita. Tani që po vija këtu, po shikoja ministrin e ekonomisë që thoshte në televizionin Ora News, thoshte, ju e kuptoni që ekonomia ka ngecur për shkak të reformës. Tani nëse reforma që ka